A ja kemi bërë xhlotët inteligjencës artificiale? Kohëve të fundit po shohim gjithnjë më shumë video të gjeneruara me inteligjencë artificiale. Skena që duken aq reale, aq prekse, sa na bëjnë me u ndal, me u emocionu, me u mërzit e besa edhe me qajt. Në momentin kur i hapim rrjetet sociale, na shfaqen dy fëmijë të vegjël pranë një varri. Fëmijë që luten për nanën e tyre. Fëmijë që i ngrisin duart edhe thojnë: "Oj nan, çka kemi me ba na pa ty?" Diçka që është e pamundur mos më të kriju emocion. Sa po të kalon kjo skenë, shfaqet diçka tjetër. Një burr në spital me fëmijë të vegjël duke u përkujdesur për gruan e tij të sëmurë. Fëmijë që qajnë e mërziten prapë për nënën e tyre. Këto janë histori që po bëhen video nga inteligjenca artificiale prej njerëzve të papërgjetshëm, histori që na prekin thellë në zemrat tona. Edhe pse nuk janë ngjarje reale, edhe pse janë video të gjeneruara, prapë njerëzit nuk arrin me kuptu. Të paktën kështu ndodh ose e vlerësojmë prej komenteve të njerëzve, duke u lutur nëpër komente për ta, duke u solidarizuar me ta, çka të bën me kuptu që nuk po arrin me e zbërthy edhe me kuptu që është inteligjencë artificiale. E të gjitha këto video bëhen veç për klikime edhe për përfitime materiale. E të dashur shikues, nuk është keq me pas ndjenja, me u emocionu, me e ndjedh dhembjen e tjetrit, por ama, kur me ndjenjat tona manipulohen, atëherë kjo është problem serioz. Prandaj të dashur shikues, duke qenë se nuk kemi institucione që na mbrojnë, që i bllokojnë të tilla profile që në mënyrë indirekte synojnë të përfitojnë nga ndjenjat e njerëzve, atëherë të bëhemi të vetëdijshëm dhe ta mbrojmë veten tonë dhe ndjenjat tona. Jo gjithçka që shfaqet në ekran është realitet. Jo çdo video që përcjellet është e vërtetë, sepse sot jo çdo histori që përcjellet në rrjetet sociale meriton me t'i nxjerr lot. Në një kohë kur gjithçka gjenerohet artificialisht, ajo që duhet më së shumti me mbrojt është zemra jo.